Prodhimi i bletëve për këtë vit është vlerësuar si mesatar. Ky rezultat nuk lidhet vetëm me punën dhe përkushtimin e bletarëve, por ndikohet drejt për drejt nga natyra, kushtet atmosferike dhe ndryshimet e temperaturave. Një nga familjet që e ruan dhe e përcjell prej dekadash këtë traditë është familja Osmani në Gjirokastër. Prej mbi 30 vitesh ata merren me kujdesin dhe rritjen e bletëve, duke krijuar një përvojë të gjatë në këtë sektor. Edmund Osmani, një prej anëtarëve të familjes, rrëfen se pavarësisht sfidave që shfaqen nga viti në vit, ata e kanë tregun e siguruar për produktet e tyre. Prodhimi i bletëve për këtë vit ishte mesatar. As shumë i mirë dhe as negativ. Por prodhimi varet edhe nga natyra, se neve do bëjmë punën tona. Natyra do bëjë të saj. Temperaturat faktikisht erdhën më njëherë në qershor, që ishte edhe kohë prodhimi të zbritën të larta, shumë. Megjithatë, si vit që mesatar. Tregun neve e kemi të garantuar sepse kemi klientët tonë, e kemi shitur sa nxjerrim mjaltin e shesim më njëherë. Ai shpjegon se muaji shtator ka një rëndësi të veçantë pasi shërben si periudha baze përgatitjes së bletëve për dimër. Gjatë kësaj kohe bletarët duhet të jenë shumë të kujdesshëm për t'u siguruar që kosheret të jenë të forta dhe të shëndetshme. Muaji shtator është baza e dimërimit të bletës. Neve tani kontrollojmë për ushqimin, për bazën se sa ushtri ka, në një të dobët e ndihmojmë. Edhe ka nevojë për ushqim, do të vëmë ushqim se s'bën. Që ato ta monitorojmë për dimrin, sepse dimër sa do që të vëmë në ato ushqimet, se këtu vjeshta në fakt nuk është shumë për bletën. Nuk ka shumë lule në vjesht, për zënë bazë ushqimore. Dhe detyrojmë neve ta ushqim. Të kryojmë aj sa mendojmë neve për shumë, 8-9 kg mjaltë ta ketë gjendje brenda, që në mars pasat të jetë të dalë ide fort, por të ketë diçka për të ngrënë. Edmundi pranon se humbja e disa koshereve është një dukuri e zakonshme në bletari, që ndodh pothuajse çdo vit. Për këtë arsye, gjatë verës ai është përpjekur t'i zëvendësojë në mënyrë që të ruajë sa më shumë prodhim dhe vazhdimësinë e punës. Mase ka ndikuar edhe atmosfera, edhe kjo sëmundja, kjo varatoza që varo që i thonë, faktikisht kjo na e ul numrin e bletëve, sido që luftojmë neve, na e ul numrin. Sepse ajo lind më shpejt se 7-8 ditë në krahasim me bletën që lind 20-23 ditë. Edhe ajo na i dëmton. Por neve me këto ilaçe që kanë dalë, jemi munduar t'i mbajmë. Po dhe humbje ka, po ne i zvendësojmë, gjatë beharit zvendësohen. Humbjet sepse këto do t'i shtojnë vetë, edhe e thomin e hedhim për shembull që shton ushtrinë, edhe krijojnë familje të reja. Sa humbje, sa koshere mund keni humbur? Gjatë dimrit. Po gjatë dimrit mund të këtë park mund të humbas edhe 25 blet për shembull. Po në 350 bletë, 25 është minimal. Aktualisht ai ka në përkujdesje rreth 350 koshere me blet, një numër që kërkon angazhim të madh dhe përkushtim të përditshëm. Pavarësisht vështirësive që sjell ky sektor, familja Osmani vazhdon të mbajë gjallë traditën e bletarisë në Gjirokastër, duke e konsideruar atë jo vetëm një burim të ardhurash, por edhe një pasion që lidhet të ngushtë me natyrën dhe trashëgiminë familjare.